në leadership. Pra do të ketë këtë fuqishme para Haradinaj brenda. Besoj që po, sepse ndoshta dekoncentrohet pak shtrihet partia, sepse është përftyruar si parti e një Pas e decentralizohet. Po, është përftyruar si një parti e një hullie të caktuar e Dugaxhinit, përkatësisht të Deçanit, edhe rrjedhimisht ka mundësi që me hapet partia dhe involvohen ftyra të reja dhe rrjedhimisht ka mundësi që këtë lëvizje të re, këtë dinamikë brenda AK-s me rentabilizu partia në fjalë elektoralisht. Por kë nuk i bie që Haradinaj është tërhequr nga politika, ai do të jetë aktiv, do ta ketë natyrisht me punën e deputetit dhe a mund ta synoj presidentin? Dhe pse jo, domethënë kjo i garantohet çdo qytetarit të Republikës Kosovës që Kurse që i ka 30 nënshkrime për ta çuar emrin. Po, edhe kuptohet e panevojshme më përmend që s'ka ndaj kompleksje me krimin ose diçka që s'ka ndaj hipotekë penale ose diçka, rrjedhimisht Haradinaj përmend një figurë kështu të lakmueshme, domethënë për me qenë, sepse dihet trashëgimia e background-it tina që ka kontribuar shumë në luftën çlirimtare, në formimin e shtetit e Republikës Kosovës, rrjedhimisht po, është njëna. Edhe filtrimi në proceset gjyqësore që i ka pasur në informatën. Po, është profil adekuat, pse jo, domethënë. Haradinaj president, Gaxheri? Po, pse jo, ai veç e pat marrë iniciativë për mbledhjen e nënshkrimeve, zotri Haradinaj nuk do të thotë që nuk do jetë pjesë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Shumë shpesh njerëz që janë në hije japin kontribut më të madh se sa kur janë në pozitën në të cilën janë. Për shembull, zotri Haradinaj mundet mi kontribu shumë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ndonse tash nuk i ka përgjegjësitë dhe obligimet të cilat i ka pas si kryetari partie, dhe tash ja delegon ato dikujt tjetër, konkretisht zotrit Xhinit, të cilin e kemi prit shumica prej neve që kemi pas informacion që do vije një ditë në krye të kësaj partie. Shumë shpesh Aleanca është konsideruar si një parti familjare ose një regioni dhe ka pas nevojë pa dyshim që të hapet dhe tashmë veç hapja ka fillu. Do me thonë, i pari kësaj partie është edhe shembull për të tjerët, mos të harrojmë se me dhonë dërheqje si i pari është fisnikri. Dhe jo gjithkush e pra kemi realisht lider politik në Kosovë të cilët japin dorëheqje nga i pari i partisë. Dhe Albin Kurti në janar të vitit 2015 për m'ia transferu pushtetin e partisë Visari Merit, i cili ka qëndru 4 vjet në krye. Ka thonë se i ka pas akuzat, përsa ta ka thonë, nuk ka dosht me dhonaj, po i ka ditë që ka me prit, edhe përsa ta ja ka dhlonë Visari Merit. Ka qeni proces. Si me krahasu natën me ditën, zotri Haradinaj është në top form, është mirë, është në rregull, i ka 56%, dhe po jep dorëheqje se po e sheh që 20 e kusur vjet që e ka këtë parti, nuk po rritet. Dhe është zoti i falë shëndet zotri Haradinajt dhe besoj që partia do hapet dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do rritet, u pas parasysh që e ka një bazë e cila nuk i lëviz. Unë shpesh e potencoj është shumë vështirë kroni me shku në luft me dikon. E shumica prej njerëzve të zotrit Haradinaj janë bashkë luftetarë të ti, ose familje të ti. Që vazhdojnë t'i besojnë njëjtë për atë. Besojnë në njëri tjetrin, janë apo nuk janë në pozitë. Por, Rexhaj, apo vije fundi për një gjenerat caktuar politike? Po ndryshimet sjellin janë pozitive. Unë për dorëheqjen e Ramushit, jo dorëheqjen, por për largimin kam marrë vesh masisha në listën zgjedhore të AKS, kam marrë vesh diku ka fundi i dhëtorit. Se do të largohet Haradinaj, në fakt do të jetë një proces zgjedhor prej bazës, prej në degëve dhe Ramushi nuk do të kandidohet. Pak isha masisha në listë aty isha në Ramushi. Por a keni informacione nëse po bëhet gati për president, pra? Mua aty deshta dalun, nëse Kosova dëshiron që me hapë pa marë shpejt të lëviz, sidomos drejt antarësimit NATO, atë do të ishte interes kombëtar që ta përkrahin Ramushin për president. Ramushin me siguri se më duket se labja kush e tha aty se tërhiqet kur kjo tërhekje, nuk është tërhekje. Dorëheqja është kur shkon njeri, nuk kthehet më. Nëse shkoj sot dhe ktheva mas 2 viteve, mas 3 viteve. Për kryetar partie, ka bërë Rexhaj tash, mos tentoni tash bëni një gjë që është bërë. Ka bërë, po konteksti. Mirë, dorëheqja dhe tërheqja ka ndallim këtu zotri Rexhaj. As po tërheqet as Ramushi. Veç ta përfundoj. Një njeri kur jep dorëheqje nuk kthehet më çati kura. Por as Ramushi s'po e bën këtë, me drejtë të labi. Ai s'po të dorëhiqet nga partia, do të jetë aty.
nuk besoj se nuk do t'ishte pozitive. Nuk do t'ishte pozitive nëse sillet ala në për parti. Edhe pse kam respekt madh për Ramushin, njeriu kur largohet do ta lë partinë. Gjabi, mund ta shpresh mendimin tënd se mos ta përsërisun çfarë po thua ti. Mbrom tha që kam qenë në parti aty. As kam qenë në kryetar ose sekretar, po kam qenë Ramushi del prej AK-s, po AK-ja prej Ramushit nuk del. Kto duhet me ditë. Tash unë respektoj mendimin e Labit, po edhe të Ramushit unë besoj mendimin tim. Se mbetja kemi parë në Shqipëri se sa keq ka ndiku Berisha kur ka dhënë ndërheqje, e në prapa vije ka udhëheq partinë, ose në LDK, Isa Mustafa kur ka dhënë ndërheqje, e ka nejt. Ja, ka dole se je ka i merë një do shembuj që nuk përkojnë me Ramushin. Je ka i merë një do shembuj, Sali Berisha, Albin Kurti, kur kanë dhënë ndërheqje, e kanë pas situatën për me dhënë ndërheqje. Ajo është, si me krahasu, e kjo e Ramushit, nuk ka kur farë situatë e Ramushi. Ata jënë kohë domosdoshmërisht me u largu prej aty në partive, se partia e vetë ja u ka po sherrin. Edhe zotri Kurtit në atë kohë, në 2015 që po dhët Labi, që e kallke Kosovë. Por a ishte edhe rezultati pjesë e kësaj lëvizje politike, Elena, se me gjitha të bukur, ngusht, ishte edhe rezultati i AK-s, për që qenë sinqert. Po aje tha vetë që nuk është i kënaqur me rezultatin dhe që është koha të largohet, dhe sa i njihet konfident me kandidaturën e Ardian Xhinit, që është Ardian Xhini ishte një ndër njerëzit më të besueshëm gjatë kohës së Elena, përderisa ti po flet, më ndjes që po ndërpres sepse dua ta komplimentoj regjin që më njëherë nxjerrin pra rezultatin e AK-s ndër vite në zgjedhjen nacionale. Natyrisht edhe ti mund t'i referosh, por edhe shikuesit. Realitet rezultati më i dobët për AK-n është këto zgjedhje. Po, dhe ai paka shumë e potencoj, por me gjitha ato në mendoj që është pjekuri politike, kur ti vendos se e qetë partin para vetes dhe nuk e qetë për arsye si që e ka bërë Albin Kurti çështje organizative dhe të ti merre visarit, por e konsideron që është koha me u larguar dhe me marrë një kohë të re, sepse e spjegon bukur mirë se ndoshta atë kulturën që e keni ndërtuar në fillim, që nga fillimi dhe ndërmarrëdhëniet me njerëz. Pastaj ka qenë bukur, bëhet edhe sikur se pengesë për me ndrru kulturën e partisë. Dhe kështu që ishte një përgjigje e tij intervistë bukur me aq sa e ndjeka, sepse tani pastaj u emocionova dhe nuk mund ta dëgjoj, sepse unë s'muj me imagjinu që dikun nuk është Ramush Haradinaj aktiv në politikë, sepse i duhet Kosovës, kështu si që shën nga ajo se çfarë po ndodh në botë dhe çfarë profile janë duke udhëhequr vendet e tyre dhe profilet sidomos ajo që i përshtatet më së miri administratës Trump është tani Ramush Haradinaj. Ata të gjithë janë disa njerëz macho, ushtarak, njerëz të fortë, Ministrinë e Mbrojtjes e ka riemëruar Ministri Luftës, kështu që unë mendoj që momentumi për ne si shtet do të ishte shumë e mirë që ta kemi atë ndoshta si president që me përshpejtu dhe ndoshta edhe me na antarësu neve në NATO. Me votimin e qeverisë së re, zotri Balaj, mendoni se do të përfundoj kriza politike në vend? Unë ju rikujtoj se dje kishim një mbledhje të kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veriun e Mitrovicës, të thirrur në fakt nga lista serbe. Si e komentoni këtë çështje? A mund të hapet në horizont një krizë e re? Kriza e vetme që i ka noset ose cilës i ekspozohet Kosova dhe gjithsesi qeveria e Kosovës është çështja e presidentës. Më thonë, edhe sot pat një zhvillim të ri e një deklaratë e Ministrit të Financave e Kuran Murati, i cili tha kryeministri Kurti nuk e përjashton çështjen e diskutimit me parti tjera për çështjen e presidentës. Domethënë kjo na jep një tablo që zonja Vjosa Osmani, presidenti aktuale, nuk është Benjamine e Kurtit në është intimisht, po për shkak dinamikave politike ja diktojnë që emri i saj mos më qenë pole position. A janë zhvillimet politike, është ky raport i thyrë mes tyre? Unë besoj që Kurdi Paqës e të tjera? Ndoshta edhe ato, sepse nuk shkoj as në konferencën e Mniut, shkoj Kurti në anën tjetër. Shkoj Kurti sepse ne jemi republikë parlamentare, rrjedhimisht i takon kryeministrit me shkuar jo presidentës. President shkojnë zakonisht kur janë në republikat presidenciale. Zonja Osmani nashta ka bë pavarësisht politikisht
rreshtimi është i drejtë kur ka vendosur me hi zonja presidente me inkuadru Kosovën në bordin e paqes, megjithatë është dashur me çu çështjen në Kuvend të Republikës Kosovës, sepse jemi republikë parlamentare, rrjedhimisht do të me marrë miratimin e përfaqësuesve të popullit, domethënë të ligjvënësve. E presidenti ka eskivu këtë hap, ndoshta e bën në ndërkohë në të ardhmen. Ka pasur vend. Rrjedhimisht, domethënë plot Shqipëria e ka votuar dy procese i pat. Italia dhe plot duhet me çon kuvend rrjedhimisht. Po kemi pas kuvend aktiv. Sidomos ish dash ndoshta veç formalisht me dhon fjalën besën kushtimisht me thonë që do të jetë pjesë. Po kur jemi tek emri i presidentës, të paktën sa i përket mbamendjes time Gaxher, ti i pari që ka thënë se Vjosa nuk do ta kandidoj Kurti për president. Jo, se di sa po merreni me deklarimin e Kurtit, ai ka thënë zonës Osmani bëni ti 30 vota, unë ti bëj 50. Edhe zonja Osmani po mundohet në mënyrë klandestine me 30 vota. Zotri Kurti ka thonë zonës Osmani, dhe zonja Osmani duhet me i bo 30 vota në njërë që ti merë dhe votat. Po pse pa të deklaruar ju më herët se nuk besoj, është kjo momenti që Kurti do ta djegë politikisht zonjën Osmani. Kështu diçka keni deklaruar, më kujtohet sikur sot në base eksaktësisht çfarë keni thënë, nuk e thash, por ju mund ta sqaroni. Dhe kjo që sa po e thash është për të djegur dinjitetin zonjës Osmani. Zonja Osmani në momentin që mundohet me bo vota klandestine, ajo e ullë dignitetin e vetë, dhe këtë dëshiron zotri Kurti, që ti përlyën të tjeret në mënyrë që vetë të deli poster. A e ki po, ministrat, ka 7-8 ministra i ka me aktakuza, me padia, veç aj me qëndru i po zhlyën. Cili është Gaxher, 7-8? A e ki përshë Rozetën... është ministre? Po, konë më ka dalë se halo këta që i kanë marë... Ashim kërreshtar, për se ndurmishin e atë tjetërin... është ministr? Mirë dhe, është në rhetime. është në rhetime, në gavcin e shkelcin e kushtetutës. As në gavcin nuk është ministre. As ka aktakuz. Është janë në rhetime. Është janë në rhetime. Së është ministre. Edhe së është ministre, ma. Mirë në regull, veç më sta ndojnë Po t'japim ma kapsir, Gaxheri përshkojmë të Kelena. Menoj, gjoja. Ta përfundoj, po e japim apsir. Po Gaxheri, po. Falënderit. Ja, vazhdo. Po, na po i njohim këta njerëz, për shembull e kitash Dimal Bashën, ministër të infrastrukturës, një njeri që gati njëjtë si me pas bo vepër penale, veç mazi është në kontekstin historik, prej kryetarit parlamentit, ministër të infrastrukturës, e kimi Moza Kusarin e cila ka pas një padit ngrit me një aktakuz ngrit me për hidrocentralet të cilat kjartë janë shitur kundërligjshëm pavarësisht që ka vendos pastaj gjykata, sepse në kohën kur është privatizuar keci ato hidrocentrali nuk kanë qenë pjesë e saj, por i kanë fut pjesë e saj, dikush i ka marrë paret, dhe kështu ka ndodhë, tash ka mi bojnë Albin Kurti 5 diga. Kronike një arkeologjie politike. Kronike një arkeologjie politike. Nuk është kështu si që po thuate. Hajtë regoma ti që është? Hidrocentrale, po ku ka ndodhë privatizimi kecit, ka qenë ministra, ka qenë Zotri Bala në base ka një replikë. Nuk ka qenë kjo bre... Ska ndodhë shqitje të hidrocentrale, privatizimi kecit që edhe ka qenë ministra. Kjo është një vazhdimësi se zotri Kurti ka premtuar 5 diga, në ato 5 diga do bëhen 5 hidrocentrale dhe ka një reuni cili dënë shoj. Si pjesë e parë, kër e ka pas të aktakuz Mimoza Kusarit, ka qenë fare me Kurtin heq, kështu që s'ka lidhje Kurti me këtë pjesë dhe nuk shemojnë këto Gaxheri. Privatizimi ka ndodhë 2011. Është hera e parë që pe përmendin këtë studio. Unë ka memorje shumë të mirë që ti vjetë që jam këto Gaxheri. Hera e parë që po e përmendin këtë punë edhe po japi fakte. Pas ka lezu me mëngjes Gaxheri. A kthemi të çështjen e politikës, lutem. Elen, kush pra do të jetë emri, se natyrisht se nuk ka një farë disponimi pro Vjosa Osmanit, nuk e dim është një lojë politike kjo, por nga këto mos veprime po e shohim që s'ka një farë disponimi për to. Megjithatë, çfarë ndodh, kush do të jetë kandidati? A mund të kthehemi te konjuftat të zëm si kandidat për president? Nuk e shoh që Albin Kurti si politikan, është një politikan që vlerëson prestigjin shumë dhe mbi ato se çka ndërton prestigjin është edhe fuqia politike përmes votes dhe pushtetin ai tash 51% apo sa i ka tani, ai nuk do ta ketë dikë tjetër që e konteston atë planifikimin si ai e sheh shteti duhet mu udhëheq. Ose ai ma shkurt me thonë atroq shqip, është që nëse ka dikush
që don t'i drejtohet Kosovës për çështjet Kosovës, ai është më i kushtetshëm se ai e ka fuqinë politike, nuk është një president. Dhe për këtë arsye unë nuk e shoh askund që ai do ta zgjedh një president që nuk është nën këtë inferior, duhet të jetë inferior ndaj Albin Kurtit dhe e zbaton dhe i nënshtrohet kësaj fuqie politike. Sepse për ndryshe pse ta bënte një president që e konteston. Po kush do ta bënte një president që e konteston ato, Elena? Kush do ta bënte në parem? Po rrëfimi ka qenë për Vjosën që ju ka nështru absolutisht Kurtit, dhe më thonë, rrëfimi prej qarqeve anti-Kurt, dhe më një harkohor deris në një moment caktum kur Kurti nuk e fiton në një takim presidentin, kur i fiton zotri Hamzën, më falë, Memli Krasniqin, ish kryetarin e PDK-s dhe Lumir Abdigjikun. Edhe i krijohet një frikë Vjosës që po diskutohet një komplet rreth saj. Asaj, pasaj janë deklaratat bigjaz në raportet amerikane. Ato origjinon pezmi Vjosës e Por edhe dua ta shtoj edhe një diçka nëse më lejohet Labi. Unë mendoj që momentin kur kjo ka bashkëpunuar dhe është parë sikur kjo është ajo që përfaqëson Amerikën dhe se Amerika duhet me fol me këta, nuk ka qenë për çështjen shtetërore të Kosovës dhe të mirën e Kosovës, por për avancimin e saj në karrierë dhe me bën një farë mënyrës të fuqishme këtë përmes Amerikës. Dhe këtë mendoj unë ato e ka po Albin Kurti, sepse kur unë si njeri thjesht ka mujt ta shoh, e ka po dhe Albin Kurti. Dhe për këtë arsye unë nuk mendoj që ai do ta preferante Vjosa Osmanin. Ai ka nevojë për kamikaz institucional. Albin Kurti, për mendimin tem, ka nevojë tash për momentin për kamikaz institucional. Presidentja Osmani në raport me zotrin Kurti ka qenë mjaft konstruktive. Edhe ai kur ka bëu gjona, kur ka marrë veprime që kanë qenë kundër krejt botës, krejt bota i ka thonë mo, ajo prapja ka mbajt krahun. Këto fërkimet e vogla, disa fjalë që i ka thonë ndaj zotrit Kurtit kur ai ka bëu veprimet pa matura janë krejtësisht normale. Po tash Kosova është në një momentum që zotrit Kurti i vyn instrumente njerëzore, të cilat janë në pozita, të cilat nuk i thojnë po mendoj, po amin. Dhe kë në Ministrinë e Drejtësisë ka vendosur zonjën Gërvalla dhe në presidencë tash nuk është pse ka pas telashet më dha me zonjën Osmani, por i duhet në njeri, sepse të ke fundit e ka forcën politike, derisa ka forcën politike, për shtetin nuk është e mirë. Vetë i sistemi guxos, kjo. Kush? Po. Që guxo ka kushzuar Kurtit, mos ja Osmanit pozitën e... Jo, unë e menoj për kushzimi ka qenë që me marë... Me marë, fiks. Ministrinë e Drejtësisë. Po, do me thonë ka qenë kusht, do me disa sepse ka pasë ankesat që nuk e ka jetësu programin. Se normalisht guxohet do duhet të ftonte për Osmanin. Ke fundit ka pasë ankesa në Albulinën që zonin Haxhiu që nuk e ka jetësu programin politik që ka pasë qeveria Kurtit. Por, Ljab, s'ka tjetër pyeta. Logikisht guxohet do duhet të ftonte për Osmanin sepse kanë qenë Osmani është bashkëthemeluese, apo themeluese. E ka një ndamje kështu të thellë, sepse e ka Kurti, ja ka marrë, do me thonë, e ka shpërëncu... Pra, ju thoni se ja ka marrë partin Kurti. E ka shpërëncu politikisht Kurti. Ata asnjës kanë deklaru që duan njerëz ma lojal të Osmanit që ka pas gjatë karrierës, si zotri Peci, do me thonë... E kam braktisë. Ashtë treguar më lojalin ndaj Kurtit, rajnë. Po, së është, do me thonë, doket një fandaksër i Kurtit, kështu. Po, s'dip se për diskutojmë guxo, po thuj se është inexistente, edhe në parlamentin e Kosovës cilat janë vendimet ose qëndrimet e tyre ndryshe prej vetëvendosjes. Mirë, ajo është A ka dalë guxo ndonjëherë në një listë të vetë politike? Atëherë çka e bën një parti? Një deputet i guxos ka dalë kundër, Po, Elin, po vime një po, dje, kur është votu dje në kuvend, është... Qka, më dojnë pejmeni, kur është votu... Atër për shtyët... Po, do me përmen fatosje. Më dojnë pejmeni, po. Aja është sui generis, rasti, familja Geci janë sui generis, saj përket kësaj pune. Do dhe dalë tek zotri Rexhaj, për me këtë që po thoni ju, zotri Bala, i bie që në një tarë më të afër do ta kemi Vjosa Osmani në LDK. Apo me një parti tjetër? Vetër? Po, veç nëse me të themelu partije, unë zdo të një parti të të rejtë, sepse si ka mbet në LDK, dhe me thonë, është Lumir Abdigjiku nuk besoj që, dhe me thonë, ja kalon pozitën asaj. Jo, ja kalon pozitën, po në base e pranon partinë. Shiko, Kosova ka nevojë për një parti të re. Po vjo, adem... A kupton, se humbi partinë e saj, nga ajo që po flisë një po flasë. Dhe me thonë,
Zbesoj që një ego madhe, kështu që e ullë, dhe me thonë, nivelin edhe kalon në një antarë. Interesi më poshtë egon shpesh, zotri Balaj. Po, zonja Uka. A, bëtë gjutën pas të Regja, se kemi dëgjuar fare. Kurti nuk është fillestar në politikë dhe për me definu eksakt se qka gudzo është dhe antarët e saj është ilojaliteti. A je dhe shumë mirë që tipari kryesori kësaj partive dhe antarët e kësaj partive është ilojaliteti. Do më thë se cili prej tyre për një post që ata e bartin tani e kanë braktis Vjosa Osmanin. Pse e kanë braktis Vjosa Osmanin? Sepse Vjosa Osmani bashku me këta e kanë braktis LDK-n. Kështu që këtyre tiparja kryesore, aftësia kryesore e tyre është ilojaliteti, që këta janë për avancim karriere personale, se sa nga ajo qka është më e mira për partin, apo të qëndrojnë lojal në qëndrimet e tyre. Dhe këto e din Albin Kurti, dhe për këtë arsye, ai mundet mi instrumentalizu këta, dhe natyrisht edhe unë do ta bëja eksakt një të gjë si që bën Albin Kurti. Zotri Regja, po pohoni gjatë kësaj kohë, besoni edhe ju se tregtuan Vjosa Osmanin për postet e tyre në qeverinë e re Kurti, pjesëtarët e Guxo? Ata ka kohë që i kanë ndarë rrugët, ata nuk janë me Vjosa Osmanin, sidomos Gërvalla dhe Peci është pa qartë, nuk janë përshëndet me Zveti, tash kjo Vjosa shkojnë Mitrovic me vizitu atje, po kjo është hapi i fundit i saj, kjo ka fillu dhe pushat private, personale për të mbetë aty, por nuk duhet të mbetet Vjosa Osmani në asnjë mënyrë presidente, se kjo do t'ishte edhe për fëmijët tanë, për gjeneratat e tëre, do t'ishte një shaj e keqe, se do të shpaguhet tradhtia, që shë tha dhe Elena ma herët, nuk duhet në politik mu shpërbly tradhtia. Ata që e kanë zgjedhë Vjosën, ajo që e kalon, LDK-n e ka nda për gjysë, asaj nuk do të më dhanë më mundësia me udhëheq pushtetin, sa e ka vetëm interesa personale. Po në isha dhe 3 faktorë cilë nuk mundën me në asnjë rrethon nuk ja lejojnë Vjosës se të bëhet presidente, sepse nuk është ma Pacolli i cili vrapon ditën e natën për me asiguru votat, nuk është as Sheholli është në Burg dhe Radojqisi është në Ratisa, ata ja sigurun votat herën e kaluar ato votat vendimtare. Albini ka shumë lehtë, shumë mirë tha dhe Ardiani, ai mund të më afru 50 deputet të vet, nëse janë edhe ata 57 të listës Guxo, 57 as që ka mundësinë për vota të tjera, jo vetëm Vjosa, po secili president do të kujdeset vet nëse arrin me i siguru ato vota, se Albin Kurti nuk e ka atë mundësi. Mund ta zgjedhin presidentin. Për hir të objektivitetit kështu Vjosa nuk ka ndarë LDK-n. Domthon Vjosa është përjashtu 2 herë për LDK. Po sankcionu fillimisht për Kjo është e vërteta zotri. E vërteta është përjashtu pe çapo thot Elena, çapo thot zotri Rexha, çapo thon unë, ata që tradhtojnë, tradhtohen, që kjo është e vërteta. Për numrit 1, për kryeministër, ajo ka zgjedh me shku në xhirin e zotrit Kurti për me marr pozitë. Ajo thjesht e ka treguar që është karrieriste. Përjashtu pe LDK. Ka një të vërtetë dhe i kemi 3 me 1 me. Ai këshira aty në ChatGPT çapo thotë GPT nuk merr na me. Po mirë, okay. Elena, mirë, deri jemi gati në studio. Kërkojmë dje zonja Elena, vazhdoni. Nuk është përjashtu, është komunikat, është marrë vendim që të largohet nga posti në kryesi kur ka pasur, se mu përjashtu, nuk u përjashtu dhe këtë e kanë bë në mënyrë... Sedra, saj nuk e ka leju, që në dikun kur përjashtot, kur pranën mënyrë kontinuele. I është ofruar posti apo pozita si kandidate për kryeministër. Numrin 81 ka qenë, kjo fali kronologji, numrin 81, numri 81 në listën për deputet ka dalë numri 1 që është Vjosa Osmani, ka vendos partia. Partia e ka vendos, se ka vendosë vetën, se s'ka ajo Superman që me thonë njeri arrim, shumë, me nëj prestigjë të madhe, me nëj provojt madhe, po e ka vendos partia si një njeri 3 i shkollum, kanë thonë hajde ta përkrajmë. Ajo Zoja, karrieriste, ashiqare, fjalla karrierist, ta sqaroj për opinionin publik, nuk do të thot njerës që dojnë me bo karrierë, po do të thot njerës që tradhtojnë edhe vetën për të arritur qëllimet e tyre. Kjo është fjalla karrierist në gjuhën shqipe. Dhe zonja Osmani, nga numri 1, për kryeministër e ka tradhtuar partinë e vetë, për matematika politike që me u bo president. Po presidente u bo, a qka do bo tutje? Vetëm Osmani këtu fajture, apo protagoniste, ka pas edhe... Ka pas fajtor tjetër, ajo ka dal... Ka pas një inkursion sulmeve prej... Ka dhe një replik, po zotri Balaj? To është dopsia e njerëzit,
pse unë hipotetikisht jam shok me Kronin, dhe pse Kroni është në gjendje të keqe, unë nuk duhet ta kem shok me Kronina? Jo, këtu tregon njeriu forcin dhe dobësinë. Kjo është forcin. E dëgjojmë zë zotri Balaj, ti kemi të gjitha këndët. Ka pas rrethona që e kanë diktu një Osmanit me ikë, do me thëmë përveç kështu formalisht që ka pas një dokument që kanë preshtu përej kryesisë. Ka pas. Ja, se o preshtu kur. Okej, veç të përfundoj bre po, edhe ka pas inkursion sulmeve përej eksponentëve të LDK-s ndaj saj, edhe sulme ad hominem, mi kujtohet deklarata e zotit Veliu, që ka qenë në kryetar. Jo, sa ka qenë vjosa në LDK. Mirë po. Edhe ad hominem është marrë, do me për masat e saj fizike, nëse s'kini harru. Po, keq... Në kryetari LDK-s. Natyrisht, nuk e duham të ashtëgjojmë nivellit të tilla të bisedave, e që më pak në politike, sidomos me një grua që... Më skuptohet që po du mi ba në e farë absolvencë vjosës, veç për hirë të objektivitetit. Ne jemi mësu keq, grunë për e bojmë sikur gru viktim. Po së është puna të grua, është njeri se... Jo, mërë jo, pëse është gru, edhe pëse bën gjonat këqia, nuk duhet me mbrojt. Jo, kërë marë me analizat pamjes e... Zonja Osmani nuk ka kronologji tjetër, prej numrit ne e ka tradhtu partinë e vetë, prandaj është tradhtu nga partia e vetë. Regjaj, një koment. Krejt që ka mjellë kur, nuk shkojmë bërës në dynja. Lobi ka drejt se ajo është përjashtu nga partia dhe ka pas... Së është e vërtet, hajtë të regona një të lobi këtë Mirë, vesë ta dëgjojmë zotëri Regjaj, të lutem, zotëri Gazhiri, pastaj e replikoni. Veç pak, Ardian. Ajo u largu prej partije, masi elshoj vinë LDK-s, nuk i erdhe në kuvend për u zgjallë qeveria Hoti dhe doli në anën tjetër. Atëre ishte vendimi përfundimtar. A e qiti LDK-ja, a dul kjo prej LDK-s, tash zotëri Regjaj? Dul prej LDK-s, po këta e krynë dhe aktin domosdoshëm prej nëse një njeri ma nuk është kundër interesave të një partije, kundër një qëndrimeve të partij, është legale që nuk e respekton statutin e partijës, është gjë normale që të largohet. Unë s'po thëmë se ka pas drejt vjosa, po lobi e ka drejt, se tash i mundën me hima vol me gjithë, unë e mbaj men shumë mirë, është kry votimi gjatë pandemije, nduket edhe në distancë kanë votu, dhe kanë largu prej partijë. O dhe formalisht ka pas një vendim. A ka qenë vendim shumë i... Ka qenë vendim shumë i vonuar, ato është dash me largu prej LDK-s në vitin... Ajo ka kry krejt punë, krejt marrëveshjet, pastaj është marrë vendimi. O, Ardian, veç të lasë, bënim. Kur kush s'lo ndërhyj, por rritë që tu që gjysë ore. Ato është dash me largu në vitin 2014, kur nuk e ka votu qeverinë e LDK-s, dhe do t'ishin humbjet pasujar shumë atë vogla. Mirë, dhe dua të kthejmë prap të këni emër me të cilën ja filluam këti diskutimi. A ka mundësis që për formën se si po rrjedhën situata, ta kemi një emër të ri dhe ajtë e jetë Ramush Haradinaj? Po, unë do të doja që zotri Haradinaj kam bërë file. I kom që ditë krejt, zotri Regjaj nuk bën me folë se pas taj të regosh subjektiv. Ma shumë në takon mu se unë kom qenë kundër politikave të aliancës. Po flasë, unë s'jam pjesë as një partije. Jo, po dhe ti e shumë e ofert në aliancë. Ajde shkojmë. Po flasim na. Po, e lojnë në një huna këzojër. E ka mirë. Mirë, me që ashtu duhet të lirojmë lidhjet, për nisim nga Regjaj, Elena dhe më mëratë se duhet shkojmë drejtë fundit. Regjaj, me që kërkove fjallën dhe për hirë të durimin që po të regomë, po përgëzojmë, tani po të apim të përparësi. Vetëm nëse me japë një veç një minutë të gjysë më të ndërhy. Për besën e ju bëj ftesë, isha dhe në emision më herët të 7, ju bëj ftesë gjithë miqve, bashkëpunëtorëve të mi, prej Bedri Hamzës, në PDK, prej shokëve që i kam në partinë LDK, se LDK nuk është Lumir Abdigjiku dhe këta që po sillen ky klani, po ka njerëz shumë të mirë, LDK është parti shumë e rëndësishme. Duhet të bëhen me vetë opozita dhe ta kenë një kandidat për president. Do të ishte në interesin e Kosovës që të kandidojnë me Ramush Haradinajn, jo mi sigurt se dhe një pjesë e madhe vetëvendosjes nuk kanë anëmisi me Ramush Haradinajn, se na e dim disa raste, gjithë edhe atër kur s'jom pajtuar me Ramushin, e kam kritiku shumë rënd, ai e ka marrë vetëvendosjen mbrojtje, e ka marrë vetë dhe në mënyrë të pa drejtë e ka marrë vetë mbrojtje Albin Kurtin, e kam shefat e pej policisë në kullat veta, kur e kanë kërku për do kauza shumë të damshme për Kosovën, kështu që kandidimi Ramush Haradinajt do të ishte mirë për Kosovën se është një çështje shumë e rëndësishme antarësimi i Kosovës NATO. Na po shohim se çka po ndodh Ukrainës me një vendim të gabueshëm që kur Merkel vendosi që mos ta pranoj Ukrainën NATO në vitin 2014 dhe erdhën gjithë këto pasoja. Është mirë që të him sa më shpejt në mbredhjen e NATO-s, këtë gjë mund të arrijë Ramush Haradinaj,
prandaj duhet të mbledhen së pari opozita, ta kenë si kandidat vetin dhe pastaj jam i sigurt se edhe brenda vetë vendosjes duke u nis nga Kolnjuca dhe disa tjerë që kanë emocione me Haradinën, kanë emocione me UÇK-n, kanë emocione që të bashkohen dhe ta zgjedhin Ramush Haradinajn. Dhe kështu do të mbeti edhe për një kohën politik dhe do ta kryejë të punën e vet me korrektësi, pa marrë parasysh kush është kryeminist se kompetencat janë ndarë me kushtetut edhe me ligje. E qartë dhe Faleminderit shumë. Faleminderit shumë zotëri Rexha që ishte me ne, do doja të dalë tek zonja Uka. Zonja Uka e po nis këtë pyetje për ju me një deklaratë të zotrit Mustafa, ai tha se nuk di se si Ramush Haradinaj arriti ta bëj ushtri forcën e sigurisë së Kosovës. A do të arrijë njëjti ta kthej apo ta fusë në NATO Kosovën? Unë e besoj po. Unë e besoj jo vetëm pse ai arrit aso kohë me bë ushtrin ton tamam ushtri me ligje ndërkombëtare, por krejt rrugtimi i Ramushit është nga një ide që është e pamundur dhe ai të pamundurën e ka bërë të mundur. Dhe jo vetëm kë, ka shumë njerëz tjerë, por figura, profili i Ramush Haradinaj është momentum për neve që në këtë kohë ta kemi si president dhe besoj fuqishëm që profili i tij do të avanconte nëse hiç asgjë deri te pragu i antarësimit në NATO, sepse kur Kosova hyn në NATO, më qytetarët e Kosovës nuk kanë nevojë të ndjehen gjithmonë të rrezikuar se Serbia ose do nesër apo do më na pushtu. Elina, të falenderit shumë që ishe sot në program për të dhënë kontributin të në çdo temë që natyrisht lidhet me aktualitetin politik, dhe me që një kohë të madhe e kushtuam Haradinaj të vendimit të tij të fundit, ka një reagim të gruas tij Anitës, e cila në fakt mbase duket jetë me lumtura për të vendim. Se thot, më në fund të fitova burrin tim, në kuptimin që natyrisht një kohë gjatë bashkëjetesë që të dy dhe një kohë gjatë angazhimit politik dhe jam e sigurt se mund të ketë qenë vështirë në disa momente edhe për të. Dhe Anita thot nuk ka titull më të bukur e më nderuar se sa të jem gruaja jote, nëna Gjinit, Hanës dhe Trimit. Ti je një lider strateg që në kom lind një herë në 100 vjet. Unë njoh sepse në shumë rrugë, në dimensione të ndryshme kemi udhëtuar bashkë. Jeta është cikël rrethuar e diçka kur dhe çfarë je në gjendje të bësh. Historia nuk harron, Kosova të do, por unë të dua dhe më shumë, më në fund të fitova burrin tim, thot Anita Haradinaj. Ljapi një koment për mbyllës saturisht për atë që... Doket ty për Anita. Po, jam e sigurt se ka pasur letë. E sidomos tani në praktik të procesit e Hagës, e dim sa vështirë ka pas Anita dhe besoj se cila grua tjetër që përcjell burrin në situata të tilla. Elina, të falenderit se kam përshtypjen që nuk të përshëndeta. Faleminderit, ditë e mirë. Faleminderit shumë. Ljapi, pra përshihet me nxitim çdo proces në kuvend. Lajmi mirë që do të kemi një seancë tjetër në ora 15, marrëveshje ndërkombëtare. Kur do të futet çështja e presidentit pra? Se me këtë intensitet po i bie që shumë shpejt do ta kemi seancën. Me saktësi se di veç këto ditë ndoshta java tjetër, domethënë fillimi i javës tjetër, domethënë veç besoj që fillon një dinamikë e re në funksion të kësaj çështje dhe rrjedhimisht unë shpresoj që të ketë kështu një epilog në funksion të shmangjes së zgjedhjeve të reja që mos zbohet çështja e presidentit se bep që thëtë populli me prodhu dhe një proces të ri elektoral. Mendo se do të arrijë një konsenzus? Besoj, sepse thash që ky zhvillim i ri që ndodhi deklarata e Ministrit të Financave që zotërit Hekuran Murati që tha do të kemi diskutime dhe me parti tjera që me gjetë një konsensus në funksion të zgjedhjes së presidentit. Domethënë kjo është një farë epifanie kështu pozitive në shërbim të zgjedhjes së çështjes, domethënë. Dhe jem optimist që kam zgjedhur dhe i shmangëm një proces të ri elektoral. Zotri Galgjeri, prap duhet me rikthy, mos me ta hongër hakun për ata që ke thonë, ke qenë pare që ke thonë nuk do t'jetë vjosa presidente. Se dim hala. Po mirë, në logjikën e ti. Jeta qenë ka e vështirë, se tu pas parasysh që na si njerëz i marim shumë gjëra dhe shumë njerëz për të mirë qenë në jetë, e aty është një gabim njerëzor të cilin e bëjmë. Për shembull, në qoftë se flasim për zotrin Haradinaj, e kemi pas gjithmonë aty, e tash ai që po don me u tërheq nga politika, ne po e shohim çfarë vlere ka pas në politikën kosovare. Unë besoj, duke e ditur faktin që presidentët amerikan ndrohen, ndërkaq generalet me 5 sy në Amerikë nuk ndrohen, neve na duhet
zotri Haradinaj. Pse na duhet zotri Haradinaj, kur e them këtë? Sepse janë generalet Amerikanë, ata të cilët na dhurua neve ushtrin Amerikane. Asnjë president. Dhe zotri Haradinaj e bëri kontributin më të madh, që mranda 6-7 muajve në negocim me ta arriti që të na sjell ushtrinë e Kosovës, ndonse ende s'kanë bërë ndryshimet kushtetuese. Dhe është po i njëjti zotri Haradinaj, i cili ka afërsi me ata general të cilët mund na shtyn drejt futjes në NATO. Dhe vetëm Kosova në NATO është e sigurt. Kosova me KFOR-in, KFOR-i është mision i NATO-s, nuk është NATO. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm. Mision ka pas edhe Kombet e Bashkuara në Srebrenicë, për çka ju ka ndodhur. Duhet me ditë që është tjetër gjë me kon pjesë e NATO-s, është diçka tjetër me pas KFOR-in këtu. Në rast të luftave botërore, KFOR-i merr tjetër rrugë. Nuk është me na mbrojt neve këtu, po shkon i mbron shtetet e veta atje secili. Dhe prandaj ne duhet të jemi padyshim pjesë e NATO-s, dhe pse jo ta zgjedhim një zotri Haradinaj. Ndërsa edhe 1 minutë nëse më lejohet sa i përket seancës së sotme. Ne e shohim që zotri Kurti është totalisht i papërgatitur për shtetin. Pse vin këtë konklud? E kini buxhet shtetit të pa miratuar, zotri Kurti kërkon zgjatje. Zgjatja nuk tregon papjekuri politike dhe zgjatja tregon Çfarë ka kërkuar zgjatje? Se deadline është zgjatje të ligjit për nuk do miratohet buxheti. Për shembull, ka shans, sepse nuk mund të operojë shteti më shumë pas 1 marsit. Po jo, ka mundet në qoftë miraton. Me 1 mars. Te data 28 me 1 mars ka rruga. Çfarë shpjegoj? Patjetër na i dhamë të ngurë. Ja, deri në 3 muaj mundet me bë zgjatje të ligjit për financa. Po, deri me 28-ën. E kam kështu ligjin, e kam konstitucionin. Deri në 3 muaj. Jo. Po veç po mblani ona me shpjegu. Këtë zgjatjen duhet me miratu kuvendi gjithmonë, nuk mundet me bë qeveria. Dhe këtë zgjatjen e çon kuvend. Kuvendi e miraton për 1 muaj dhe është zgjatje. Nuk ke të drejtë në zgjatje me marrë vendime të reja. Për shembull, projekte, me fillu projekte të reja, nuk i të drejtë. Vetëm ato pagat, të cilat kanë qenë, pensionet që ato. Se zgjatje kur e ka shumicën kuvend e bën. Kjo është pyetja që unë ta dhash përgjigjen pa pyet, sepse nuk është i gatshëm dhe e merr shtetin kadal. Do me thonë, s'ka asnjë projekt i cili me nxispret me ja fillu një projekt për Kosovën. Do me thonë, buxhetin 4 miliard. Po demanton Kurti se sot e therrën në fakt seancë për të miratuar marrëveshjen ndërkombëtare. Pikërisht kjo është shqetësuese. Marrëveshjen ndërkombëtare po janë më prioritare se sa buxheti i Kosovës. A më shumë sepse bin deri sot ka afat njëna për marrëveshjeve të cilës i përfitojmë diku në rreth 90 milion euro. Ata që e kuptojnë në ekonomi edhe shtetin që e kuptojnë mirëfilli, baza e funksionimit shtetëror është buxheti. Për buxhet për mbahet edhe një seancë. Besoj që të hanën kena me pas mundësi me diskutuar për këtë çështje në buxhetet, zotri Gaxheru, shumë faleminderit për ekspertizën tonë. Normalisht jap një mundësi më shumë ekonomi, sepse vjen prej atij digasteri, por besoj që të hanën së bashku me Johonën